İlayda Çevik është një aktore turke e njohur për rolet e saj në seriale dhe filma turq. Ajo lindi më 22 dhjetor të vitit 1994 në Balikeshir, Turqi. Që në fëmijëri, İlayda kishte interes për aktrimin dhe artin skenik. Ajo u rrit në një familje që e mbështeti në pasionin e saj për artin dhe që në moshë të vogël mori pjesë në shfaqje teatrale shkollore dhe kurse aktrimi. Pas përfundimit të shkollës së mesme në Balikeshir, ajo vazhdoi studimet në Stamboll në fushën e teatrit dhe artit dramatik. Kjo i hapi dyert për karrierën në ekran, duke debutuar në serialin Karagul në vitin 2013, ku fitoi popularitet të madh në rolin e saj si Maja. Fëmijëria e İlayda Çevik karakterizohet nga një lidhje hershme me artin dhe mbështetje familjare për zhvillimin e saj si aktore. İlayda ka një motër binjake që quhet Melisa, por nuk ka informacione rreth prindrit të saj apo ndonjë detaj konkret. Por në një intervistë të fundit, ajo përcakton se ka një familje të mrekullueshme dhe përmend të rëndësinë e gjyshes në jetën e saj. Njerëzit rreth saj thonë se ajo është pozitive, e ndjeshme ndaj padrejtësive dhe kundërshtuesja e hipokrizisë apo imazhit të rrem. Debutimin e saj të parë e beri në serialin Karagul në rolin e Majës. Ky serial transmetohej në Fox TV. Filloi në prill të vitit 2013, një dramë familjare me element social dhe emocional. Seriali tregon historinë dramatike të një gruaje që, pas zhdukjes së burrit të saj, detyrohet të luftojë për të mbrojtur fëmijët dhe trashëgimin. İlayda luan vajzën e saj adoleshente, Maja. Ishte një rol që e beri të njohur në mbar Turqinë dhe në disa vende të huaja ku transmetua seriali. Kritika dhe audienca e vlerësuan për lojën e ndjerë, autentike dhe të pjekur për moshën e saj. Seriali Karagul pati 4 sezone dhe u bë një nga dramat më të shikuara të atyre viteve në Turqi. Pas mbarimit të serialit, në një intervistë ajo tha: "Ishte një përvojë e jashtëzakonshme, rrenjët e mia si aktore u formuan aty. Jam e bekuar që pata këtë mundësi në moshë kaq të re." Debutimin e İlayda Çevik si protagoniste absolute ndodhi në vitin 2020 në serialin Geldese Ashk, nëse dashuria thërret. Roli Behar Çetin u transmetua në ATV në mars të vitit 2020, një dramë psikologjike familjare. Roli i saj përfaqësonte një vajzë 25 vjeçare, studente arti dhe balerinë, e edukuar në një shkollë të rrept konservatore, por me një shpirt të lirë, e ndjeshme dhe rebeluese. Përjeton një konflikt emocional dhe moral, ku futet në një marrëdhënie të ndërlikuar me një burr më të madh në moshë dhe të martuar. Karakteri i saj eksploron përplasjen mes ndjenjave, dërgjegjes dhe të drejtës për të dashuruar, brenda kufive të një shoqërie patriarkale. Ishte hera e parë që ajo barte një serial si rol kryesor absolut, duke qenë figura që shtyn përpara gjithë ngjarjen, vlerësuar për lojën emocionale dhe të ndjeshme, duke treguar pjekuri artistike për te i moshës. Ajo pati nderin të luante me aktorin Erkan Petakaya, një emër i madh i ekranit turk. Ajo u dallua për balancën dhe fuqinë interpretuese. Ky serial u transmetua vetëm për 4 episode. Seriali u ndërpre për shkak të pandemisë COVID-19 dhe problemeve me orarin e transmetimit. Megjithatë, İlayda Çevik la një përshtypje të fortë në këtë debutim protagonist. Roli i İlaydës si Betül Arçan në serialin Tokë e Hidhur është një nga më të rëndësishmit në karrierën e saj, pasi e vendosi në qendër të një historie të mbushur me dramë, ambicie dhe intriga. Vajza është Ermin Arçan, një grua ambicioze dhe hipokrite, e afërme e familjes Yaman. Betül është shumë inteligjente, e ftohtë dhe shumë e planifikuar, një karakter që nuk i druhet manipulimit apo mashtrimit për të arritur qëllimet e saj. E rritur me komplekse dhe ambicie për të ngjitur në klasën e lartë të Adanas. Ka një ëndër të madhe për pushtet dhe pasuri, e cila e shtyn të fuzë veten në plane, intriga dhe përballje të ashpra me figurat kryesore të serialit, sidomos Züleyha dhe Fikret. Në një intervistë, ajo tha: "Të luash Betül ishte sfiduese dhe emocionuese. Ajo është krejt ndryshe nga unë. Ishte kënaqësi të përjetoja botën e një gruaje që lufton me çdo mjet për të fituar."
Ky roli dha asaj mundësinë të tregojë një gamë të gjerë emocionale dhe karakteri kompleks, nga e butë në më e rrezikshme. I solli shikueshmërinë ndërkombëtare, pasi seriali u transmetua në më shumë se 30 vende, përfshirë edhe Shqipërinë si Tokë e Hidhur. Roli Betyl e vendosi për herë të parë si antagoniste të qartë, me thellësi dhe forcë dramatike. Në 24 korrik të vitit të kaluar, ajo publikoi në rrjetet sociale lajmin se ishte fejuar në një atmosferë të ngrohtë familjare. Partneri i saj është Gok Shein, të cilin e përshkruan si një burr të guximshëm, të sinqert, me qëndrime të qarta ndaj jetës dhe marrëdhënieve, me karizëm të lartë. Ai dhe Ilajda janë komshin për rreth 11 vitesh dhe lidhja e tyre nisi fill pas një njohje më të thellë rreth një vit e gjysmë më parë, duke çuar pastaj në fejes. Ajo shtoi se vendosi të ndërtojë një jetë me të, sepse i njeh dobësitë e veta dhe të tijat, dhe ai i qaset me siguri dhe qetësi, pa e shtyr me mirësjellje dhe mbështetjeje, cilësi që asaj i japin ndjenjen se mund të ndërtojë familje me të dhe të bëjnë fëmijë së bashku. Në nëntor të vitit 2017, raportimet mediatike aluduan për një ndjenjë në setin e serialit Savasçi me aktorin Aliçan Alperak, një histori dashurie ndërmjet kastit, edhe pse nuk ka pasur konfirmim nga ana e saj. Nuk u gjendën prova konkrete për këtë marrëdhënie serioze. Pjesa më e fundit e informacionit mbështetet mbi partnerin Gjyk Shenin. Në serialin Tokë e Hidhur, Ilajda pranoi të ishte një prej fansave në sezonin e parë. Ndaj ardhja në kast ishte për shumë mënyra përmbushje e dëshirës profesionale. Pasi kaloi në për audicione, produksioni i serialit i mbikëqyrur nga producentët e përfshiu zyrtarisht në sezonin e tretë. Producentët kërkonin një fytyrë që do të sillte situatë të re në kast. Betyl ishte një figurë e pritshme për të sjellë tensionin familjar në Çokurov dhe fituan me Ilajdën. Përvojat me projektet e mëparshme e vendosi atë në hapësirë ku mund të jepte performancë të sigurt për një rol kompleks si Betyl. Në tetor të vitit 2021, ATV transmetoi një episod të programit Dizi TV, ku Ilajda Çevik tregon rrugën e transformimit për përgatitjen e saj si Betyl, duke zbuluar edhe këshilla bukurie si përdorimi maskës me balt dhe vajrave natyral për flok, direkt në prapaskenat e xhirimeve. Një pjesë e këtij materiali u kap me kamera kur ajo është duke bërë make-up, duke marrë krah në atmosferën e setit dhe duke ndarë emocionet e roleve të rëndësishme. Kjo ishte historia e Ilajda Çevik, nga dashamirëse e serialit në një nga figurat më intriguese të serialit Tokë e Hidhur. Nga përgatitjen në prapasken tek marrëdhëniet profesionale dhe roli ndërlikuar i Betyl, ajo solli me finesë një karakter që ndau publiku në dy, ta duash apo ta hurresh. Faleminderit që ishit me mua dhe mos harroni, pas çdo roli ka një histori që meriton të tregohet. Deri herës tjetër, mirupafshim.